Shumë prej jush e njihni të ftuarën time sot si një zë që flet për ligjin në rrjetet e saj sociale, për realitetin e migrantëve në UK, por asnjëherë nuk e keni parë ndryshe, nuk e keni parë të flasë për jetën e saj, për mëmsinë, për karrierën dhe shumë të tjera të cilat do t'i flasim me Danielën. Shumë faleminderit Fationa. Është shumë kënaqësi të ndajmë sot një bashkëbisedim të këndshëm. Por së pari do doja që të uroja shumë suksese në këtë rrugëtim që ke marrë, sepse është gjithmonë bukur kur gratë krijojnë platforma dhe hapësira për t'i dhënë zë grave të tjera. Është shumë e vërtetë. Dhe kjo është edhe qëllimi i podcastit tim, është i pari është për ndërgjegjësim, për të ndërgjegjësuar të gjitha ato vajza dhe gra që ndoshta nuk kanë guximin për të bërë diçka, edhe e dyta për të frymëzuar, pse jo? Ndoshta duke dëgjuar historinë tënde frymëzohet dikush edhe. Shpresoj. Jam e sigurt që po, sepse ke histori shumë bukur edhe karrierë solide për të frymëzuar, pse jo? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që je pjesë. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe të të kem. Ne kemi folur shumë kohë parë bashkë dhe po gjenim një moment të dyja sepse ti ishe në pritje të ëmbël, pastaj u bëre nën, edhe së fundmi ja ku Është jemi. shumë vërtet. Ai periudhë ka qenë disi kaotike për mua, por e rëndësishme është që pas kaq kohë jemi këtu, po, patjetër. Tani pyetja që më vjen mua natyrshëm të nis direkt është si ka qenë rrugtimi jot drejt Anglisë? Rrugtimi im ka qenë rrugtim i bukur do thoja, që ka nisur rreth një dekadë më përpara. Edhe pse manifestimi për të ardhur në Angli ka qenë që në vitet e mia të gjimnazit. Ashtu, ishte diçka që e dëshiroje? Po, domethënë gjithmonë doja të studioja jashtë një vend të Europës, por ende nuk e kisha vendosur se ku. Dhe natyrisht më vinte Anglia, po prap nuk e dija se përse. Dhe ajo pastaj që i vuri kapak dhe ndoshta e bëri dhe universin që të funksionoi për mua, është se gjeta dhe dashurinë e jetës në atë kohë dhe vendosa që të emigroj të vija pra në Angli. Dashuria jote jetonte këtu apo jo? Po, patjetër. Jetonte që është i vogël këtu. Dhe ai ishte një shtys më e fortë që unë pikërisht të zgjidhja Anglinë ku dëshdoja pjesën tjetër të jetës. Po jetën para se ti të emigroje e kishe në Shqipëri. Në Shqipëri, në Tiranë. Po, unë kam kaluar 2 dekada në Tiranë. Kam kryer studimet universitare atje për drejtësi. Dhe natyrisht gjithë jeta ime deri në atë moment, ishte fokusuar në Tiranë, kisha familjen, shoqërinë, jetesa e përditshme, angazhimet, aktivitetet, sepse edhe në Shqipëri jam marrë shumë me aktivitete sociale, organizata vullnetare, të tjerë, tani kujtoj me nostalgji. Dhe mirë po, pas studime universitare, normalisht doja të specializohesha, edhe pse atje kam bërë një specializim, vendosa që specializohesha më thellë. Dhe prandaj erdha dhe se më saktë fillova të rrugtimin tim këtu në Angli. Pastaj jam specializuar për business law. Kam ardhur këtu, kam bërë një master tjetër për business administration dhe ndërkohë nga ana tjetër kam studiuar për të certifikuar të pasur me licencën që normalisht një ditë hap dhe zyrën time. Do më thënë jo krejtë rastësi e gjithë kjo karriera jote në shumë punë, shumë sakrifica, studime? Nga pamja jashtme duket shumë interesante, shumë cool, ti aty, por normalisht pas ai vetëm një majë icebergut. Pas asaj ka shumë punë, shumë lodhje,
shumë provime, shumë orë të shpenzuara mbi libra të trash. Unë gjithmonë e them këto dhe e bëj dhe pyetjet e të ftuarat e mia se nga jashtë, domethënë jeta duket shumë e thjeshtë për ta gjykuar, shumë e thjeshtë, po, për ta gjykuar dhe paragjykuar. Dhe paragjykuar, po, dhe as pak e kuptueshme se çfarë ti ke kaluar, domethënë gjithë atë nga mbrapa, sepse jo të gjithë e kuptojnë backgroundin dhe e kuptojnë se sa e vështirë është ta krijosh atë që ti ke krijuar. Dhe duhet të thënë sepse njerëzit zakonisht të shikojnë, po shkon në Angli dhe atje është sa të shkosh në Angli çdo gjë është fush me lule, ti do rritesh, do ecësh, i ke gjitha gati. Por jo, me vështira vjen këtu. Realiteti për një emigrant është shkrejt ndryshe. Se normalisht unë nuk thjesht ndryshova adres, por erdha në një sistem të ri, që ka komplet rregulla të tjera, ka një kulturë tjetër, ka një sistem totalisht të ndryshëm ligjor. Emigrimi nuk është thjesht ndryshim vendi, është ndryshim identiteti. Po, ndoshta më shumë do ishte si një tranzicion, se mendoj që si do të jetë atë identitetin tënd fort ti e ke krijuar, karakteri është aty. Kur vjen në moshë të vogël ndikon. E vërtet ke një point, sepse ka njerëz që emigrimi bën që të ndryshon dhe të harrojnë veten. Të ndryshon veten totalisht, është e vërtet. Për ty si ka qenë? Tani, për mua nuk ka qenë shumë e vështirë. Dua të jemi drejt, nuk pëlqen këto, kam marrë një jetë shumë e vështirë, kam vuajtur. Kam pasur natyrisht vuajtje dhe problematika. Do të shohësh atë gotën gjysmë plot, jo gjysmë bosh. Domethënë, unë kam pasur një qëllim në jetë, kam pasur një synim brenda vetes time që do të arrit diku. Dhe a ka sfida gjatë rrugës? Patjetër që ka. A është e lodhshme? Patjetër që është. A do të dorëzosh ndonjëherë? Po të do të dorëzosh ndonjëherë. Por në fund të ditës thua, prit se kjo do kaloj. Unë mendoj që në momentin që ti vendos ato goals që ti the, nuk ka asgjë që të ndalon. Do jenë këto pengesat që do ta bëjnë pak të vështirë. Ka pengesa. Si ajo që votoja unë sot në mëngjes, që u bëra tym edhe nuk. Po ja ku jemi duke folur. Nëse ti e ke një goal dhe një dëshirë të madhe për diçka, patjetër që do të arrish, vetëm nuk duhet të dorëzohesh. Nuk duhet të dorëzohesh asnjë. Edhe të guxosh. Edhe duhet të guxosh. Patjetër se si do të jetë, po vjen nga Anglia po vjen nga Shqipëria në Angli, ke një gjuhë tjetër, ka një kulturë totalisht tjetër, do të njihesh me njerëz të komuniteteve të ndryshme, kështu që do ti duhet të adaptohesh, duhet mësosh të luash sipas sistemit në fund ditës. Për ty cili ka qenë ai momenti më i vështirë që ti mund ta mbash mend si moment më të vështirë që je përballur kur ke ardhur këtu? Momenti i vështirë ka qenë kur teksa vazhdoja studimet, më duhet të gjej një punë. Dhe aty kuptova që nuk ishte aq e lehtë. Po. Sepse ti nuk po konkuron vetëm me kolegë në shtetësive të ndryshme, nuk kurse në vendin tënd. Pra, tregu i punës është i ashpër. Por, siç e thash, synimi im ishte që të filloja. E mbaj mend përpara se të filloj të punoj në profesion, kam punuar në hospitality, si kisha bërë kurrë në jetë. Të punoj në një bar. Nuk më kisha rastisur se siç e thash, u kam ardhur drejt pas studimeve këtu, nuk është se më është dashur shumë që të punoj. Dhe aty kuptova që këtu që nga e vështirë. Megjithatë, do bësh atë punë që ty nuk ta kishe marrë mendja ndonjëherë në Shqipëri që do ta bëja. Po. Megjithatë, ndonjëherë kur ti do diçka fati, edhe guximi dhe vullneti punojnë bashk. Dhe më erdhi një mundësi që unë të filloja të punoja në një zyrë ligjore. Dhe ka atë mundësi dhe nuk e lëshova. Shumë mirë. Domethënë nuk ka filluar si asistente. Si erdhën rrethanat? Në zonën ku jetoja kërkohej një asistente dhe nëpërmjet njerëzve të njohur, më thënë që ka një mundësi, shikoja. Dhe aty edhe fillove që aty. Do të thënë gjatë kohës që studioja,
fillova dhe të punoja. Dhe asistoj avokat në çështje familjare, çështjet e pronave, çështjet e migracionit, po bëja çdo gjë. Bëja çdo gjë edhe droga ka qenë qesharake, po synimi im nuk ishte që unë të paguam, nuk më interesonte kjo gjë. Unë thjesht doja të merr eksperiencën. Po, si do të jetë, ti mund të jesh shumë e mirë, të kesh shumë njohuri për fushën e drejtësisë, edhe pse është një fushë shumë e gjerë, por praktika është ajo që ty të mëson të rrit. Dhe duke ardhur dhe nga një sistem tjetër që përmenda, sistemi shqiptar ligjor është sistem civil law, ka kode penale, kode civile, ndërkohë që këtu kemi një sistem totalisht ndryshe, common law. Edhe kjo përballja është normalisht është e vështirë. Po, sepse ti ke mësuar, me diçka tjetër dhe këtu është komplet tjetër. E the shumë bukur dhe dua ta prek pak atë pjesën që për ty rroga s'kishte rëndësi. Në fakt, ajo që unë dua t'ju them të gjithëve, jo vetëm vetes time që ja kam thënë shumë herë, po kush ka nevojë për rrogën, patjetër që nuk mund ta paragjykojmë, patjetër. Por ajo që unë shoh në disa raste është që njerëzit i nxjerrin ca bishta, le të themi, në gjuhë popullore punës që vetëm sepse nuk kanë atë guximin që ta bëjnë. Por ajo që unë them është guxoni dhe bëjeni sepse është për të mirën tuaj dhe mos thoni shumë larg, është kaq, është aq, në fund bëjeni një eksperiencë 6 mujore, 1 vjeçare vetëm që ju të merrni eksperiencën e duhur për atë profesion. Edhe për mua, puna e parë kur kam ardhur këtu ka qenë shumë larg. Ka qenë jashtë Londre, merja një tren që në 6:30 mëngjesit, pastaj merja një autobus, që ai autobusi ndonjëherë nuk vinte dhe mund të rria gjysmë ore atje, ndonjëherë s'kisha çadër dhe bëhesha ujë dhe rria gjysmë ore për si atë autobusin, derisa pas një viti unë mora një makinë, po shkoja me makinë, pastaj rrethana ndryshon. Pastaj ngela shtatzan, pastaj ata më lanë punoj nga shtëpia dhe tani unë kam si klient ata nga agjencia ime marketingut. Domethënë, por në qoftë se unë do t'i thoja jo asaj mundësie, që t'i thoja është jashtë Londre nuk shkoj. Ndoshta nuk do ishe sot këtu. Po, prandaj përqafojnë një mundësit. Çdo eksperiencë që t'jepet në jetë, duhet ta kapësh. Duhet ta përqafosh, po. Sepse ajo do të rrit, do të shformësoj në një mënyrë. Do t'japi disa traits, disa skills që ti mund të mendosh sot po çfarë do më duhet. Po jam totalisht e bindur që do vi një moment i saktuar që do thuash, sa mirë unë kam. Qoftë ato profesionale apo jo. Pikërisht, po. Mund të mos jetë një skill profesional, po mund të jetë një jetësor, mund të jetë një me kolegët, mund të jetë një, nuk e di, për gjuhën. Shumë duan të përmirësojnë gjuhën dhe futen në punë për arsye të ndryshme, kështu që unë jam shumë për asaj që the. Jo, këtë gjë i them edhe ndjekësve, se shikoj shumë vajza, djemë të rinj që më shkruajnë, do vinë në Angli, po si nuk e di si do i tjetë atje. Sa do e vështirë të jetë, ja vlen të provohet. Po. Sepse nuk ka asgjë për të humbur. Fati është ndryshëm për gjithë secilin. Po, natyrisht. Ato jon apo ato dështimin e ke në xhep already. Po. Kështu që është shumë e vërtetë. Pse zgjodhe ligjin e emigracionit? Tani, siç e përmenda më parë, kur fillova të punoja për zyrën ligjore dhe asistoja në disa fusha, po shkoja pikërisht te emigracioni se ajo më preku më shumë. Domethënë, të shikoja first hand njerëz me problematika jetësore të ndryshme që e ardhmja rrezikohej për një letër, që ishin larg familjes për vite dhe nuk kishin mundësi t'i takonin sepse ishin pa letra, apo dhe njerëz që kanë vite që jetojnë këtu, mbi 20 vite që tentojnë, kanë një kalvar gjatë, procese gjyqësore, dhe kalojnë në shumë peripeci për të pajisur atë lejën e qëndrimit dhe për të siguruar të ardhmen. Ajo më ka prekur shumë. Jam të person shumë empatike dhe lidhem shumë. Dhe sidomos fillimet e mia, mërziteshin klientë, mërzitesh edhe Do të ka shumë punë që është e vështirë emocionalisht.
është e vështirë shumë, sepse do s'do ti do të marrësh mbi vete edhe atë barrën, atë pasigurinë, atë frikën apo ankthin që klienti ka. Klient. Po, ai ka disa probleme, do s'do t'ja të problemet e atij bën dhe I tuat. mbartë edhe Po. ti. Dhe mbaj me fillimet kanë qenë shumë vështira. Ndoshta tani me eksperiencën edhe vite që kanë kaluar jam bërë disi më e fortë dhe kam krijuar, po themi, kam krijuar një lloj barriere që mos të më afektojnë aq shumë, por prap është. Edhe sidomos në këtë profesion nuk duhet të jesh vetëm një avokat i mirë, por duhet të jesh një psikolog i mirë. Po. Duhet të dëgjosh shumë edhe të kuptosh se nuk ka të bëj vetëm nuk e të bësh vetëm me teknikalitete. Ndoshta aplikime apo procedura për mua është e lehtë sepse kam punuar dhe kam njohuri, kam studiuar për këtë gjë. Por ajo pesha emocionale që vjen me ato, ajo është shumë e vështirë. Po ndonjëherë mendoj që duhet bësh dhe psikologe për ta kuptuar akoma më mirë, sepse klienti ndoshta në disa momente nuk di ta shpjegoj shumë mirë, edhe duhet të jesh ti ajo që ti bësh ato pyetjet e duhura për. Dhe çfarë është një stereotip që uroj domethënë me vitet do të zbehet, do të kaloj, është që njerëzit dëgjojnë shumë çfarë i thon të tjerët. Po. Domethënë dhe kjo i çon të bën disa veprime që janë të gabuara dhe i çon ca pasoja pastaj që është shumë e vështirë për të rregulluar. Njerëzit fjalat të tjerëve i bëjnë të marrin veprim, të ndërmarrin. Të bëjnë atë veprimin final, le të themi, ndërkohë që një gabim i vogël mund t'ju kushtoj shumë, sidomos në këtë. Edhe ajo që kam dëgjuar shpesh, domethënë që është një fjali, një frazë që tani më bën të qesh, po është që dëgjoj se kushëriri im kishte të njëjtën çështje si unë dhe ai mori statusin e tij, ndërsa unë jam në këtë pozitë që jam. Mjafton vetëm një element shumë i vogël që të ndryshoj çështje nga çështje. Asnjë çështje, gjithmonë mundon të them, asnjë çështje nuk është e njëjtë si tjetra. Dhe ligji është shumë kompleks. Është shumë kompleks. Kur një person që nuk merret me atë punë në fund të ditës, i dëgjon mund të ngatrojë shumë terma. Dhe i konsideron se të njëjta, ndërkohë që ato nuk janë fare të njëjta. Ka shumë gjëra. Po këto nuk e për ti, mendoj që nuk kam për të s'kam për t'i kërkur. Tani, synimi është që një ditë të tike njerëzit kanë filluar dhe po edukohen me informacionin. Pra, që të informohen tek njerëz specializuar, të dëgjojnë, të lexojnë. Nuk është të thënë vetëm që ti patjetër të shkosh te një person që është i specializuar për atë gjë. Mund edhe vetë, nëse ti do, mund të informohesh, ama futu dhe kërko, lexo, duhet të lexosh, duhet të dedikohesh pak kohë. Që lidhesh pak emocionalisht me çështjet e klientëve të ty. Si e ndjer kur dikush humb rastin ose humb çështjen? Keq. Të jem realiste. Ka pasur raste natyrisht. Aty ku më vjen më shumë keq është se nuk është ndonjëherë për fajt të fajt personit, të klientit, jo. Edhe home office, institucion, dhe në punësit që punojnë aty, bëjnë gabime. Që për ta ndoshta për diçka normale, po për klientin tim është fatale. Është një step back, është fatale, po. Sepse është prap në udhkryq, prap duke luftuar nga fillimi për të parë dritë në fund tunelit. Ka pasur shumë raste. Kush ka qenë një nga ato raste që ka ngelur kështu në mendje dhe se harron, nuk do ta harrosh kurrë? Po, një rast ka qenë kur një nga klientët e mi u pais me vizë, shumë i lumtur për të ardhur për të bashkuar me familjen që kishte vite dhe në aeroport i kancelohet viza. Po.
sepse oficeri i migracionit aty mendonte që ai e kishte marrë vizën padrejtësisht. Që në të vërtet nuk ishte kjo. Dhe aty ti ndihesh e frustruar dhe më shumë e nevrikosur, e inatosur. Pikërisht, po, dhe inatosur sepse e para në lojë janë shumë vite një personi, janë aplikime që në fund të ditës kanë një kosto shumë të lartë dhe mbi të gjitha kur çdo gjë është bërë siç duhet dhe ai person është pajisur me leje qëndrimi, të vizhë të kancelohet dhe mos të lejohet e drejta hyrjes është po pse a ka të drejtë oficeri? Po, patjetër ka. Po. Edhe në rast edhe në rast ti pajisësh me vizë, për shembull ka persona që marrin viza turistike, por kur udhtojnë në border nuk e din që s'ka hasur ndonjëherë që oficeri të bën pyetje se ku po shkon, ku do rish. Po, nuk ka rastisur. Se nëse ai mendon dhe e gjykon që ti nuk po përgjigjesh në mënyrë të sinqertë, mund të ndalojë, ta kancellon vizën. Dhe nuk të lejon hyrjen. Dhe pastaj nuk e kisha dëgjuar asnjëherë këtë rast. Dhe pastaj ti do duhet ta ndjekësh këtë gjë në instanca të tjera më të larta që marrin kohë dhe kanë kosto ekstra. Sa keq për atë që është nisur edhe është shumë e keqe sepse ti e nis ato ëndra, domethënë ti pret që të arrisësh, ta kush familjen, tulesh tash një darkë të tani kuptoj se sa lidhesh emocionalisht sepse ti sapo ma the dhe unë po më vjen shumë keq. Domethënë ndjesh sikur je ti aty që po të ndalon. Dhe jo se këto gjëra nuk kanë zgjidhje. Kupton se në fund të ditës pra që kosa është ligji, asnjë person nuk është mbi ligjin. Dhe normalisht të duhet të luftosh, të apelosh, të shkosh në gjyq, ka më shumë procedurë, ka një kozgjatje më të gjatë, por në fund ditës prap do shikosh dritë në fund tunelit, prap do jepet një zgjidhje. Por ai momenti i parë kur ti je gati, ke bërë çdo gjykat, ke paketuar çdo gjë, ke paketuar çdo gjë, po mendon tani fillon jeta ime, më në fund do kem pak paqe, boll kaq vite lart, të thyen komplet gjitha ëndrat që apo planet që ke bërë. Unë dua tani t'i lëm pak këto anën profesionale, ashtu siç e thash edhe në fillim, unë dua të njohim pak ty atë pjesën empatike që ti përmend dhe së fundmi e bën nën. Po. Kam qenë po tani mendoj që është difishuar kjo. Mendoj që për moshën që kam arritur diçka në jetë. Po, nuk e mendoj që kjo do ishte arritja më e madhe. Që të bëhem nën. Edhe pse nuk e kam pasur më parë në planet e mia, por mendoj që tani kishte ardhur një moment që e doja këtë gjë, edhe mendoj që është dhurata më e bukur që i kam për vetes. Absolutisht. Edhe partnerit tim, nuk e di na ka ndryshuar jeta totalisht. Domethënë jam vetëm 4 muaj, po në këto 4 muaj ka një kompleks, një miks ndjesish, lumturie, emocioni, lodhje, se do të jesh, është një qenie kaq e vogël që të ka vetëm 2 pikë referimi, varet totalisht tek ti. Por na ka sjellë një lloj alegrie në shtëpi, tani është 4 muaj dhe ka filluar ato të qeshurat e para. Nuk e di, tani çdo gjë ka një kuptim tjetër. Ka një fokusi tani ndryshon. Nëse më përpara fokusi ishte tek ti te partneri. E vërtet. Ma kishin thënë koleg, ma thonin gjithmonë që shiko se kur të bëhesh nënë dhe kur ti shkruaj ato sytë e vogla të bebit aty të thuash dhe kuptosh që tani nuk je më për veten. Edhe e mendoja domethënë me logjik të ftohtë, e mendoja që okay, kështu është, do jetë. Por kur shikoj tani është një ndjesi totalisht ndryshe. Je më vulnerable. Patjetër. Tani domethënë hormonet janë all over the place. Ti akoma e freskët. Jam akoma e freskët, 4 muaj postpartum.
Ako nuk e kalova depresionin postpartum. Shqyr. Ja ke dalë shumë mirë. Përderisa ja kam je këtu me dalë, mua, ja mendoj. ke dalë shumë mirë. Se unë 4 muaj isha, nuk dilja nga Po, me shtëpia. thënë drejtën, Ke ndjen. kam edhe shumë mbështetje, patjetër. Kam bashkëshortin tim që është një mbështetje shumë e madhe. Domethënë dhe kur shikoj se si ai kujdeset për të, domethënë aty them që okay, unë kam marrë vendimin e zgjuar në jetë dhe të duhurin, edhe pse kam marrë një kohë shumë më të re, kur nuk këto gjëra as nuk kur ishe as nuk imagjinoja kalkuluar. këto gjëra, as nuk jo si kalkuloj ndonjëherë. Pastaj natyrisht kam maman e tij, babain e tij, kam motrën time. Domethënë kam një sistem të Ke mirë. shumë njerëz. Prandaj që jam shumë muajin e mirënjohëse. dytë u riktheve aktive me videot e tua. Kam që po. Sepse unë kur të pash, thash wow, bravo. Shikom, sidomos videot kur nuk e mendoja që do rikthehesha aq shpejt, të jem realiste, por nuk e di kur futem ato zyrën time, ulem, hapa të kamerën, Je në botë tjetër. Ndihem në atë në habitatin tim, edhe më jep një lloj satisfaksioni dhe energji shumë të madhe. Mendoj ti që bëj është edhe videot. një tip antistresi. O, Antistresi, jo patjetër. sepse fëmia të streson, mos keq kuptojmë, po. por për ty është një si lloj diçka. karikimi, do të Po, bësh është diçka karikim. tjetër. Edhe. Sepse normalisht se ndodh, sidomos kur mendoj që ndoshta dhe lindja e parë të ndryshon totalisht, e mendojnë që okay, tani nuk je më vetëm, tani ti ke për të kujdesur për një njerëz tjetër. Dhe mendoj se kur jeta jote do ndryshoj, ato gjëra që i bëjmë përpara nuk do i bësh dot. Dhe prandaj ndihesh normalisht edhe e dobët fizikisht, po edhe mendërisht, thua si do rikthehem. A doja dalë, si doja dalë, mendoj që këto janë ndoshta pikat pastaj që sjellin edhe ato depresionin postpartum që vjen tek shumë gra, por është diçka normale. Po, patjetër është. Sepse një grua është e hekur, se të mbash, tani e kuptoj që të mbash atë barën për 9 muaj. Unë e them gjithmonë që gratë janë qenia më e fortë që ekziston. Është të vërtet. Domethënë sado burrat janë aty normalisht të ndihmojnë, janë mbështetës, po. Por nuk bëjnë rolin ton. Ne bëjmë shumë role. Unë ndërkohë që ti po flisje, mua tani po më kujtoi periudha ime dhe unë që jo që 2 javë më ka marrë një klientja ime në telefon, më ka shkruar dhe tani që po e kujtoj ja kam bërë, donte diçka për marketing. Dhe më tha, po a ke kohë? I thash, s'ka gjë se bebi po flek. Kisha edhe bashkëshortin që më ndihmonte. Doja vetëm të gjeja diçka tjetër për të marrë që më jepte kënaqësi, sepse puna ime më jep kënaqësi. Është vërtet. Unë kam punuar deri në ditën e fundit. Domethënë, deri në ditën e fundit, unë kam qenë duke mbyllur çështje, duke lënë instruksionet për kolegun tim që do merrte dosjet e mia, doja që çdo gjë të ishte gati, sepse në fund të ditës normalisht, okay, sa do mirë kuptues mund të jenë njerëz klientët, por ato kanë hallet e tyre, po. Ta mendosh. Unë doja do të pyesja pak për balancën, po ti ke një balancë shumë të mirë. Po mundohem, po nuk është njësoj çdo ditë. Se ka ditë që jam shumë e lodhur, domethënë. Ka ditë që jam e stresuar sikur gjëra nuk shkojnë siç duhet. Për disa tjerë mund të jetë normale. Ti mendoja, okay, kështu do vazhdoj. Pastaj po kur nati im ka thënë. Kur unë isha në periudhën time më të vështirë. Dhe tani gjithmonë qeshim. I pyes motrën, se motra ime ka 3 fëmijë. Është më e madhe. Edhe pyes motra, po isha gati 1 javë, 2 javë postpartum. Po kështu do jetë për gjithmonë? Jo, kështu do vazhdoj, i them se është më duket. Po. Edhe më thot Kunati, po, kështu do jetë për gjithmonë. I thash ti faleminderit shumë që në këtë moment kaq të vështirë, më the edhe tani gjithmonë qeshim që kështu do jetë për gjithmonë. Nuk është, jo, më vjen përpara, rreth 2 muaj përpara, siç takoj një kliente në zyrë që edhe ajo ishte në pritje të ëmbël, po priste të vajzën e dytë. Edhe më thot, dëgjoj Daniela, vetëm
kujtoj që do kalosh periudhë vështirë, nuk Po. nuk është e lehtë, por vetëm kujtoj që do kaloj. Po, është Dhe kalimtare. po, është kalimtare. Po. Dhe nëse vjen për qaj, Qaj, po. mos po. e mbaj për brenda. Nëse do të shprehësh një emocion, shprehe. Edhe unë, së ditë e para ka qenë shumë e vështirë. Sepse lidhja me thënë drejtën ishte pak e vështirë, zjati shumë morë, edhe pse ishte natyrali, por prap zjati shumë morë edhe ajo. Po, edhe ajo më lodhi. Dhe pastaj mu desh të rria disa ditë më shumë në spital dhe ishte moment që ishte disi delikat për bebin, jo që bëndi një ndërhyrje, po duhet ta fusni në inkubator. Po pse? Për shkak se bebi është diçka normale që fëmijët kur lindin kanë jaundice ose verca. Po, verca. Po këtu në procedurat disi ndryshe që e fusin një inkubator për një ditë. Në momentin që e kanë në një nivel më të lartë, po. Si ishte për ty ai moment? 2 ditë, në 2 ditët e para, unë kam qenë me 2 orë gjumë. Nuk e di pse kisha një lloj energjie, se kuptoja nga konfidet, po ishte edhe sikur isha në overdrive. Dhe pastaj ai momenti kur më thonë që shiko se duhet ta fusim djalin në inkubator, si përjetova se oh my god, e tmerrshme. Domethënë aty vetëm qaja, domethënë nuk e kontrolloja dot veten. Sepse vetëm më dilnin lot. Thoya po pse djalim këtu? Domethënë nuk e di edhe sot kur kujtoj. Ishte shumë e dhimbshme, pastaj mendoja, okay, a do mundem dot t'i jap qumësh. Domethënë një mal me gjëra. Dhe derisa pastaj thash vetë dëgjoj, tani çfarë do bësh, do flesh pak gjumë. E kuptova që nuk fjetaj gjumë dhe pastaj kur u çova isha më e qartë, me kthjellët, dhe ai gjë kaloi, që diçka shumë normale. Unë edhe isha e përgatitur, po thjesht fakti kur e shikon diçka. Neve ti nuk ishe përgatitur tamam, sepse ne në Shqipëri për shumë kur i zë verca nuk futen. Edhe ndoshta mendja jote po bënte ato skenaret që çfarë po ndodh, pse nga një verz, në çfarë niveli është. Exactly, sepse dhe kisha dëgjuar domethënë nga prindrit që është diçka shumë normale, dhe ti e ke kaluar, më thonin. Ne na nxirnin diell. Po këtu nuk ishte diell. Këtu ishte shumë ftohtë, domethënë ka qenë dhjetor. Un kam lind në janar. Edhe ka rënë dëbor atë ditë kur imagine, domethënë ishte shumë plus që kupton eksperjenca e parë, sado të thuash të shikoj se un kam lexuar, kam parë, jam informuar, prapë mendoj, domethënë të gjithë asnjë çfarë do lloj që lexon, çfarë do lloj që informohesh, kur je atje. Atje është ka gjë që dalin jashtë parashikimeve. Edhe unë për shumë lindja ime ka qenë me forceps. Edhe po, nuk e shoqja ime ngushtë e kishte kaluar dhe më kishte thënë. Por është ndryshe kur e përjeton vet. Dhe ajo ishte edhe bashkë me mua në sallën e lindjes dhe unë në ato momente po ndjesha shumë keq për atë që po përjetonte, ndoshta po i riktheshin memorjet që kishte kaluar ajo nuk kam qenë me mua, kam qenë bashkëshorte. Ishim me të dy. Edhe me mamin, me ty, edhe më fund fat tani ta kuptoj ta se sa çfarë dhimbje kalon një grua. Të zjati shumë për shkak të bën induction apo jo, ishte erdhi natyrale, por më zjati diku tek 20 orë. Dhe ndoshta gabimi im ishte që shkova para kohe në spital. Po ato nuk të mbajnë zakonisht, ndoshta ke rast. Nuk e di, më mbajtën, tha që do ikësh, pastaj më mbajtën, edhe ndoshta ajo ndikoi pa edhe në psikozën time. Po, ndoshta. Edhe plus që ai procesi i gjatë, vjen moment që ti lodhesh, edhe ishte atë kur e merr devin në kraj harron gjitha. Thuaj që ja ka vlejt, nuk po patjetër, nuk ka asnjë kënaqësi tjetër që mund të përmbush atë. Asnjë gjë. Gjenjant. Tani unë mes ta kuptova nga ty, mes sa folëm, një pasion tjetër jot është puna. Legality. Vërtet. Si lindi Legality? Legality në fakt ka nisur krejt natyrshëm. Përpara 3 viteve, normalisht në punën time të përditshme, flisja me shumë njerëz, që më telefononin, pyesnin si është kjo, si mund ta bëj këtë, po kam dëgjuar për këtë gjë, a mund të bëhet. Dhe e shikoj që njerëzit, gjeta një boshllëk, që njerëzit kishin misinformacion dhe
nuk ishin shumë të edukuar me ligjin. Mungesë informacioni. Shumë mungesë informacioni. Dhe gjeta një hapësirë, mendoj që, komuniteti shqiptar ka nevojë për këtë gjë. Dhe duke qenë se një ndër pasionet timia të tjera është kamera. Kamera, po. Thash, pse mos këto informacione që unë ja jap personave në mënyrë të veçantë, pse mos ta shpërndaj për gjithë komunitetin e gjerë, për një masë më të madhe. Dhe në fakt ka qenë bashkëshorti që më ka shtyrë shumë drejt kësaj gjëje, që pse nuk bëj video, njerëzit duhet të dëgjojnë, nuk kanë shumë informacion. Dhe thash e mbaj mend si sot videon e parë që kam postuar. Si morë atë guximin për ta postuar, se dhe për mua ka qenë pak e vështirë. Thjesht nuk e kam menduar. Po, dhe unë nuk e kam menduar fare. Edhe nuk e kam dëgjuar mbrapa. Për të dëgjuar kam dëgjuar, po, se e kam edituar vet, po nuk e kam menduar. Isha në zyrë, përpara se të hija punën, thash hape kamerën, e bëra videon. S'ka qenë një temë për azilantët, në atë kohë mbaj mend. Dhe e postova. Po nuk e lash aty, thash let it be there. Dhe kur jam zgjuar të nesërmen, kishte boom. Pash një lloj impakti që thash, domethënë, kjo është thirrja ime. Ajo i vuri atë vulën, thash, këtë gjë do bëj. Do shpërndaj video në mënyrë të thjeshtë. Pra ato teknikalitete që ne bëjmë në punë, njerëzit i kuptojnë në mënyrë më të thjeshtëzuar, t'i asimilojnë dhe pse jo, t'i ndihmojnë disi. Dhe ka pasur një lloj feedbacku shumë të mirë nga njerëzit. Domethënë ka qenë njerëzit natyrisht që kanë shtyrë shumë të. Po, dhe mua më pëlqen shumë ajo që bën, realisht, sepse t'japësh sot mungesa e informacioni është thesar, them unë. Kudo, në çdo fushë, informacioni është shumë i rëndësishëm. Dhe mungesa e informacionit është shifet. Po. E para sepse nuk lexojnë, e dyta sepse nuk duan, sepse un kam parë edhe kur ti bën ato videot, ja u ke thënë shumë qartë te videoja me zë, edhe se hyra lexova pa komente dhe te komentet ishte po kjo. E vërtet, po. Jo, ka shumë që nuk e dëgjojnë për shumë videon deri në fund. Po. Dhe mundon t'japi një opinion nga ana e vetja, që në fakt nuk ka lidhje fare për shembull, po ai është keq informim pastaj për të tjerët. Dhe këtë gjë në kam vënë re, domethënë ka shumë keq informim. Edhe prandaj thash, kjo platformë, pse jo? Të edukoj, të informoj komunitetin shqiptar këtu që ka nevojë në fund të ditës. Po, patjetër, ka shumë nevojë. Ka shumë nevojë dhe unë mendoj që videot janë gjëja më e mirë që mund të kishte bërë. Sepse mund të bëj edhe artikuj, po mendoj që nuk do të kishte lexuar njeri. Kurse videot janë të çon më afër, më afër dëgjuesit. Dhe ti the që kanë mirëpritur. Ka pas nga ata që komente negative, parajgjykime, si të ndikojnë? Parajgjykime pafund. A më ndikojnë? Nuk më ndikojnë fare. Qem realista. Nuk më ndikojnë fare. Ndonjëherë ose i qesh ose nuk i lexoj fare. Ndonjëherë mund të them një përgjigje tek tuk, se ndodh natyrisht, por që jo. Dhe mendoj nëse nuk do kisha komente negative, aty do bësha më shumë me shqetësuar. Merak. Of course do thëja, po e bëj mirë të gjë, apo s'po e bëj mirë. Se natyrisht ka shumë njerëz, sidomos nga ato pa figurë, pa emër, që shihen domethënë pas një accounti, që mundohen të tulin punën, të tulin vlerën, mundohen të bëjnë të ndihesh keq, por dëgjoj, njerëzit do flasin se fuqia e rrjeteve sociale është e tillë. Është shumë e madhe, impakti është shumë i madh. Të ngren, po mundot edhe të uli, natyrisht. Po për aq kohë sa unë shikoj që njerëzit që i takoj, po njerëzit që punoj me ta, po edhe persona që më ndjekin ka kohë, më vlerësojnë, më urojnë për ato që unë bëj, nuk ka pse të ndikoj fare. Absolutisht. Pastaj ti ke një karrierë jo të vogël nga mrapa,
Exactly. Je Janë gati 8 vite profesioniste, eksperiencë 8 përveç vite, studimeve. je kështu që- shkolluar për atë, kështu që Pikërisht. s'ke pse i merr për bazë. Ah, Përpos kush është ai qëllimi i Legality? Deri tani jemi te platforma Te online, po kush platforma. është ai goli jot? Ku do ta çosh Legalityn? unë jam pak supersticionë si natyrë, Edhe nuk e di. edhe nuk më pëlqen domethënë të flas përpara, por që natyrisht qëllimi im është që Legality të rritet dhe pse jo mos të prek vetëm komunitetin shqiptar, por të bëhet më internacional, të prek dhe komunitete të tjera. Po. Ky është domethënë synimi afatgjat. Ti Po shumë punojmë dhe pra që faleminderit. kosa jemi konsistent, se mendoj domethënë diçka që duhet të edhe atyre që na dëgjojnë, që ndoshta do donin të bëjnë diçka. Mendojnë se ka një lloj ideje, po nuk di nga ta fillojnë. Mendoj që nuk duhet mendojnë shumë. Po. Nuk duhet mendojnë shumë. Duhet ta marrin. Po, duhet ta marrin atë riskun dhe guximin, që ta provojnë dhe do mësojnë gjatë rrugës. Në qoftë se dështojnë, ishte e thënë për të dështuar, por Por në qoftë se bën atë që do, po, në qoftë se bën atë që do, edhe dështimi është pjesë e jetës. Në qoftë se ti je konsistent në atë që bën, Konsistenca është gjë e rëndësishme. Edhe disiplina. Po. Se motivimin sot qohesh i motivuar, nesër është koha shumë gri këtu në Angli, që nuk të ndihmon fare, ta ul komplet disponimin, nuk je i motivuar, thua çfarë po bëj. Po jo, ai nuk duhet të ndaloj, duhet të jesh disiplinuar dhe të vazhdosh. Ja, unë të falenderoj shumë për atë që bën, realisht, sepse unë personalisht, kur kam pas në një rast timin, dal të futem pak te Daniela, e ka thënë se ka ose kur më pyet dikush, i çoj videot e tua, shiko se e ke këtu, ose dhe është shumë e rëndësishme, sepse ne përtojmë pak të lexojmë. Janë të gjitha, ose s'kemi kohën. Po, edhe prandaj edhe njerëz domethënë ndoshta edhe pa të keq pyesin njëri tjetrin dhe mendojnë që okay, me që ti e ke zgjidhur ashtu, aq se po mundon ta zgjidhe unë kështu. Se normalisht koha ka shumë faktorë që ndikojnë edhe nuk është se ulen shumë që të lexojnë, të shikojnë, të bëjnë atë kërkimin shkencor vet, po. Edhe koha, pastaj ti e ke eksperiencën edhe e di më mirë ligjet. Kë dëgjojmë thot, po vështirësojnë gjërat, janë bërë shumë të vështira. Si është realiteti? Tani, mendoj, jo vetëm në Angli, mendoj kudo, gjërat vështirësohen. Rregullat janë më të ashpra. Po. Por njerëzit duhet përshtaten. Sido që është e vërtet që tani ke më shumë vështirësi për të marrë një vizë se më përpara? Tani, është e vështirë për personat që në një kohë të saktuar dikur kanë thyer rregullat. Kanë bërë njëri të paligjshme apo kanë shkelur vizën. Pra ta më them që është bërë disi e vështirë. Rregullat janë bërë më të ashpra. Sepse në aplikim nuk shikohen vetëm ai plotson kriteret, por shikohet edhe karakteri i personit, suitability, ai jeti suitable për ta marrë këtë vizë. Dhe ajo disi ka ndikuar me ndryshimet e fundit. Por, prap, mundësit nuk, edhe pse janë vështirësuar, sido që tjetë... Janë vështirësuar. Po, sido që tjetë, kjo nuk ka pse ti step për njerëzit, që të mundohen të rregullojnë qëndrimin e tyre, të shikojnë mënyrat se si pajisen me... Po flasim për ata që janë këtu dhe nuk e kanë një lej qëndrimi. Apo për ata që duan të vinë me një vizë turistike. Më shumë ata që janë këtu, po ka dhe persona që kanë qenë këtu dikur, kanë jetuar të pa rregullt, janë kthyer, tani mundohen që të vinë dhe për ato është disi. Cili është ai gabimi më i madh që bëjnë zakonisht? Kjo është që the ti që Gabimi më i madh natyrisht është të vishë në mënyrë paligjshme. Sepse ajo nga gjithë alternativat, ajo është alternativa e fundit, as nuk duhet menduar. Nëse ti zgjat alternativë, ti do të prishësh dhe alternativat e tjera. Të vish me vizë, të vish i rregullt, bëhen
bëhet shumë e komplikuar situata dhe çështja. Pastaj ka persona që në momente të caktuara të jetës kanë ndërmarrë disa veprime të gabuara, me dashje apo jo, kanë kryer një vepër penale. Dhe kjo padyshim që ja rëndon pozitën më vonë për tu pajisur A është në leje qëndrimi. po, është e pamundur apo Asgjë nuk është e pasi është pamundur. refuzuar, si zakonisht në eksperiencën tënde në ato raste që ke pasi refuzohet një vizë ose një leje qëndrimi, sa e vështirë është pas për tu rregulluar si çështje le të themi? Tani nëse një vizë refuzohet, natyrisht shikon arsyet pse refuzohet. Nëse kemi bëjmë me disa kritere objektive, si për shembull po themi financat, gjuhën, apo elemente të tjera që mund të rregullohen, është shumë e lehtë. Por nëse aplikimi të refuzohet për shkak të karakterit, suitability ground, pastaj ti duhet djegësh një proces tjetër, do shkosh një proces gjyqësor për të munduar dhe rregulluar qëndrimin apo për të pajisur me letra. Është më e vështirë. Padyshim. Një proces që besoj zgjat shumë. Zgjat. Dhe në ditët e sotme po merr edhe më shumë kohë. Një proces gjyqësor mund të shkojë deri 1 vit apo dhe më shumë. Sa real është ky rreziku i deportimit që Është real fatkeqësisht. Është real, kjo për shkak dhe të marrëveshjeve që Shqipëria ka bërë me Anglinë. Të marrëveshjes si kryeministri. Ato kanë bërë një marrëveshje bilaterale ku shpërndajnë informacion me njëra tjetrën dhe e lehtësojnë deportimin dhe kthimin e personave që jetojnë këtu në mënyrë ilegale dhe kanë kryer vepra penale në të shkuarën. Dhe kjo nuk i jep mundësi atyre që të kalojnë një proces tjetër, le të themi, po vetëm pa finalizuar dhe pa u hequr urdhri i deportimit, këtu nuk mund të pajisesh me letra. Cilat janë ato problematikat që ti ke hasur çdo ditë në punë që shef që bëhen në mënyrë të vazhdueshme nga shqiptarët këtu ose nga ata që duan të vinë? Çfarë më bën re është që e para me apo pa fajin e tyre kanë të vështirë të kuptojnë që kur kanë ardhur po vinë në Angli është një sistem komplet tjetër që duhet të bëjnë diçka se sistemi nuk të pyet a je lodhur apo jo, a do punosh apo do pajisesh me letra apo jo. Çfarë kam vënë re është që kur njerëzit vinë këtu, vinë me atë mentalitet apo mendimin që shiko se unë do jetoj vetëm 2 vite këtu, 3 vite dhe do kthehem. Do bëj lek edhe do kthehem. Dhe pastaj e gjejnë veten pas 10 vitesh, jetojnë përsëri këtu. Dhe as nuk kanë menduar që të rregullojnë qëndrimin. Dhe nuk e kuptojnë që sa më shumë kalon koha, më e vështirë bëhet dhe më shumë dëm i bëjnë vetes. Dhe shikojnë veten që janë në ankth, por pse nuk kanë takuar familjen. Prandaj duhet të veprosh shumë më shpejt. Gjërat nuk duhen lënë pas dore. Ose kam vënë re që shumë njerëz thonë, shikoj se un kam bërë këtë aplikim, nuk e di se çfarë aplikimi kam bërë, nuk jam marrë me atë. Dhe pastaj në fund ja vën fajin avokatit. Nuk po them që avokati është i pagabushëm, gabon, ama dhe vetë ti si person duhet të kesh disa përgjegjësi. Po, nuk e kuptojnë ndoshta këtë pjesën e rëndësisë që ka kur ti bën një aplikim vetë, që ai do ndikojë te aplikimi tjetër që ti nuk e kupton. Po. Ka raste për shumë persona që kanë bërë nga 4-5 aplikime. Dhe thonë pse po refuzohen? Sepse duket që diçka nuk është siç duhet. Aplikimi nuk është bërë i saktë. Ose persona që mundohen nuk disclose information, nuk japin një informacion që është material për aplikimin dhe shikojnë që i ndalohet hyrja për 10 vite. Pra e cënoj shumë pozitën. Dhe prandaj duhet që përveç se të informohen, të flasë dhe një profesionist për të drejtojnë gjithmonë te një profesionist. Të bëjnë atë kërkimin atyre, të bëjnë atë kërkimin, nuk është e thjesht ti patjetër të shkruaj te një person, ti profesionist i caktuar. Mund të futesh online të bësh research, se kush mendon ti se është ai adapti për të ndjekur. Për ta ndjekur. Po,
Unë shiko, komiteti shqiptar është komitet i fortë, domethënë shqiptarët janë shumë punëtorë. Janë shumë punëtorë dhe në krahasim me komunitetet tjera janë shumë ambiciozë. Duan të ecin përpara, mund të themi që industria e ndërtimit sot, industria e kulinarisë drejtohet nga shqiptarë. Domethënë, dhe kaq vite që shqiptarët kanë migruar në Angli, kanë treguar që dinë të integrohen shumë mirë, të punojnë fort, të ecin përpara. Edhe kjo gjë është shumë për të vlerësuar. Po, shumë vërtet. Kjo gjë më bën shumë krenare për shqiptarët, sepse edhe se më vjen pak keq që nuk kemi aq shumë i bashkuar sa duhet të jemi. Qose do ishim të bashkuar, do ishim akoma më mirë. Këtu ndajmë të njëjtin mendim. Se dhe unë mendoj që s'jemi shumë suportues dhe nuk jemi të bashkuar. Mendoj që kombet e tjera janë më shumë se ne dhe gjunav, sepse ne ashtu si i renditë shumë bukur gjitha cilësitë dhe unë jam plotësisht dakord me të gjitha. Ne kemi të gjitha, jemi punëtor, kemi arritur shumë, jemi ambicioz dhe nëse ne do ishim dhe të bashkuar me njëri tjetrin, do ishte krevepër. Por që cilat janë ato rastet më të shpeshta që ty të vinë, që trajton? Unë trajtoj shumë raste, por kryesisht janë rastet e refuzimit në shtetësisë, aplikime për bashkim familjar, me shtetas britanik apo një shtetas europian këtu, aplikimet për pre-settle, për indefinite leave to remain, aplikimet që lidhen me business law, si skilled worker visas, expansion worker visa, për aplikimet që lidhen me business immigration, nga më të ndryshme. Pra, nëse dikush do doj të të kontaktoj, i mbulon të gjitha. Patjetër. Dhe vetëm aplikimet, por dhe refuzimet, çështje gjyqësore, rishkimet gjyqësore të vendimeve. Cila është një ligj ose situatë që së fundmi ka ndryshuar dhe po ndikon tani në marrjen në pajisjen me dokumenta? Atëherë, së fundmi po planifikohen shumë ndryshime, duhet të thënë, por ajo që ka ndryshuar që nga nëntori 2025-s dhe që po ndikon drejt për drejti, është ndryshim në lidhje me kriterin e karakterit të personit. Më përpara, nëse ti jetoje këtu në mënyrë të palishme dhe vendosje që të martoheshe, ktheheshe në vendlindje në Shqipëri dhe bëje aplikimin nga jashtë, pavarësisht se ti merri një ekspuls 1 vjeçar, ajo të anashkalohej dhe nuk përdorej për të refuzuar aplikimin. Ndërkohë me ndryshimet e fundit, të gjitha persona që vendosin të kthehen në mënyrë vullnetare me shpenzimet e veta dhe marrin atë ekspuls 1 vjeçar, nëse bën një aplikim brenda atij 1 vjeçarin, aplikimi i tyre refuzohet. Pavarësisht se ai aplikim bazohet thellësisht në human rights, Article 8, family life. Ata do të refuzojnë aplikimin automatikisht. Pra, çfarë do të ndodhë është që njerëzit duhet të presin 1 vit atje përpara se të bëjnë aplikimin. Dhe kjo ndikon shumë thellë, sepse përveç faktit që një çift i ri po themi do kalojë atë lloj vështirësie 1 vjeçare të ndarjes, po dhe personi që kthehet pas do ketë një lloj shoku, se mund të ketë jetuar këtu 10 vite, emocional, material, ka ankth për të ardhmen, i duket e pasigurt, i duket sikur do pres shumë më shumë kohë. Pra, ja vështirëson jetën edhe ja bën më skeptik në marrjen e këtij vendimi. Unë jam kurioze për diçka, se kam dëgjuar që këta që duan të kthehen vullnetarisht, marrin shteti ju jep një shumë parash. Po. Është e vërtet? Tani, është e vërtet, po, por kjo është një skem pilot që ato kanë vendosur të bëjnë, aktualisht me 150 familje, pra jo me të gjithë. Duan të aprovojnë këtë gjë dhe
më pas do shikohet, por që po është e vërtet sekretarja e shtetit, sekretarja e Ministrisë Brendshme e deklaroi këtë gjë në fillim të këtij viti. Sepse për ta, Ke pasur argumenti raste që të kanë kërkuar të aplikosh për këtë? Jo, se kjo kryesisht është për familjet azilante. Okej. Që janë këtu në një proces edhe i refuzohet azili. Unë në përditshmëri, pavarësisht është një pjesë që merrem, por jo aq e theksuar në çështjet e azilit. Daniela, në këtë fazë të jetës tënde, për çfarë je më shumë krenare? Është interesante kjo pyetje, se shikon, në përditshmëri ti mund të bësh shumë gjëra dhe duket sikur nuk po bën diçka. Po unë jam shumë krenare që bëj punën që dua dhe kam krijuar të familjen time, të vogël, po të madhe sa bota. Dhe jam në një pozitë që eksperienca ime, njohuritë e mia mund t'i vë në punë për ndihmuar dikë tjetër. Dhe kjo gjë më bën të mërësisht të më krenare. Të lumturon. Dhe më lumturon, patjetër. Absolutisht, legality dhe familja mendoj dhe unë nga jashtë që duhet të jenë dy krenarit e tua. Vërtet. Kokën lart edhe patjetër shpo. Unë do doja çfarë do ti t'ju thua shqiptarëve, qoftë nga ana profesionale, qoftë nga ana emocionale, një këshill se si ata duhet, nuk e di, profesionalisht. Unë çfarë do i thoja është që e para të guxojnë gjithmonë, të ndërmarrin hapa. Por asnjëherë të mos e masin suksesin e vetes me të tjetrin. Sepse secili ka rrugtimin e tij në jetë. Secili ka peripecit e veta. Për një person një arritje mund duket shumë, mund të kalojë për shumë hallka, për një tjetër ndoshta mund të jetë më e shpejtë. Por kjo kurse si nuk duhet ju stepi juve. E mira është të masësh suksesin tënd me veten tënde, pra të bësh një person më i mirë se dje. Dhe asnjëherë, dhe në ditët më të vështira, aty kur mendojnë që asgjë nuk shkon siç duhet, prap ta gjesh atë dritën brenda vetes. Se mendoj që çdo person e ka atë dritën brenda vetes që do e ndihmoj të ecë përpara edhe të ndriçoj në fund të tunelit. Shumë e bukur kjo. Po një këshill nga ana profesionale? Nga ana profesionale, do i këshilloja njerëzit që gjithmonë të mundohen mos t'i lënë gjërat për në moment të fundit, të informohen, të edukohen për veten e tyre. Emigracioni është shumë i vështirë, por emigracioni nuk të pyet se a je i lodhur, a ke shumë vite këtu, a ke pak vite, a i do apo nuk i do atë statusin e rregulluar. Unë do t'i thoj që mos të dorëzohen, por edhe të fokusohen tek ajo gjë, ta shikojnë si primare. Sepse sado në një shtet të huaj, sado ti të mundohesh të kërkosh të arrish, në qoftë se nuk je i rregulluar, nuk ke një status të rregullt, ai mundi shkondon. Faleminderit shumë që ishe dhe që ndave këtë historinë e jetës tënde, por që për shumë njerëz mendoj që do jetë interes, sepse nuk kanë njohur kështu. Ashtu si që Daniela e përmendi, unë uroj që nëpërmjet këtij episodi t'ja u kemi ndezur pak atë dritën brenda vetes dhe shpërndajeni episodin sa më shumë nëse mendoni se dikush ka nevojë që ta dëgjojë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Fatjona. Faleminderit shumë që ishe.